edhe nga zona e Krajina për te i krizën, prandaj që të informojnë e sigurojnë sa më shumë, sa më mirë e sa më realisht për kushtet e mundësi të realizimit të idesë të tij, krijimit e ngritjes së një informacioni luftar të organizuar për krahinën e Pezës, për të kundërvënë me armë në dorë të Përgjigja e qeverisë kushtime se në cilin anë të historisë përqendronte e angazhoi edhe në pasin kujdes. Pa lëvizur për dalin e marrja në pjesë nga familjes së Livaku e që do përpiqej në gjithë forcën e mbështetjes së qenies për realizacën e vitit, gjithë pas faktorëve të regjimit Zogës, të cilat e detyruan drejt në largimin si azilant në Shqipëri. E nuk të kishte rrugë tjetër, po ashtu gjithmonë hapur me të gjithë krimat besës i kishte ata, por nuk mund të përdorë që pashit bason të tjera. Në përputhje me gjithë Krajina speciale të Shqipërisë, si familja Leshin Adi Rahmallë, familja që e mbrojti fizikën në komandën e tij, e cila do të vepronte kryesisht në Krajinë. Gradën e generalit dhe antarët të qendrës kolonel dhe kolonel major, si Pezës kanë marrë pjesë në ngritjen e flamurit në Vlorë, në 1912. Kanë ndihmuar në mbrojtjen. Është një ngjarje vërtet e shënuar. Mbahet në ngjarjet më të rëndësishme të fillimit të rezistencës ndaj okupacionit fashist në Shqipëri. Dhe natyrisht duke krijuar një qet të tillë që fitoi eksperiencë në përballje, u bë pastaj shkollë për të gjitha strukturat që u ngritën më vonë nga Partia Komuniste në luftën kundër okupatorëve fashist. Peza është nderuar në këtë drejtim me qenë se luftoi vërtet. Duke qenë kaq afër Tiranës, arriti të rezistoi fashizmit, bën në fashistët disa operacione në Pezë dhe u kthyen pa realizuar qëllimet e tyre. Kështu që nga kjo pamje ne duhet jemi mirënjohtës atyre partizanëve, natyrisht më shumë atyre që dhanë jetën, për gjithçka që bën në luftën kundër fashizmit. Si shikoni historinë e këtyre 35 vjetë demokraci? A ka ndërhyr politika për ndryshuar historinë? Politika është edhe një fare. Nuk kemi nevojë në politikën për të kujtuar këtë ngjarje. Politika ka punën e saj të drejtojë këtë vend. Historia mbetet. Kurse historia është ajo që duhet kujtuar. Nga gjithë ata që e ndjejnë si domosdoshme. Është domosdoshme se natyrisht tregon kush jemi. Që të jemi të qartë kush jemi, duhet dim që kanë bërë parët tonë, kush kanë qenë ata që kanë luftuar për këtë vend, kush kanë qenë armiqtë të këtij vendi, edhe armiqtë vendas. Kështu që është vërtet interesante që këto ngjarje të përkujtohen, që historianët merren çik më shumë. Politika jo, mos ngatërohet nga asnjë.